Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Jam ende duke kërkuar mikrofonin në trup. Rozana Radi flet pas finales. Rozana Radi, një nga finalistët më të komentuarat e edicionit të 4, ka reaguar për herë të parë pas përfundimit të spektaklit. Në një postim në Instagram, këngëtarja falenderoi publikun për mbështetjen e jashtëzakonshme gjatë rrugëtimit të saj, duke e cilësuar këtë eksperiencë si një udhëtim fantastik jete. Ajo gjithashtu ka shprehur mirënjohje për produksionin dhe stafin e topit, të cilët sipas saj e kanë bërë këtë eksperiencë të paharrueshme. Me humor dhe nostalgji, Rozana rëfen se ende nuk është ambientuar me jetën jashtë shtëpisë. Jam ende duke kërkuar mikrofonin në trup dhe gjumi nuk e kam bërë të plot. Artistja vlerësoi edhe autorët e programit, Sara Hoxhën dhe Ledion Liçon, për mundësinë që i dhanë duke cilësuar finalen si një moment të mbushur me emocione të forta. Ajo ka shkruar në postimin e saj të plot: I përulem publikut për gjithë dashurinë dhe vlerësimin në këtë udhëtim fantastik jete. Finalja ishte mbushur plot me emocione të bukura. Jam ende duke kërkuar mikrofonin në trup dhe gjumi nuk e kam bërë të plot. Falenderoj topin që më bëri të shijoj një eksperiencë unike. Sara Hoxha dhe Ledion Liço, faleminderit që më ftuat të jem pjesë e një udhëtimi që destinacionin e kishte me emocione të forta. Lori Hoxha je në krye të një treni që nuk ndalet. Faleminderit gjithë skuadrës fantastike, në veçanti autoren time Petrina, dhomën e rrëfimit, regjisë, teknikëve dhe gjithë kujt që u kujdes që ky udhëtim të jetë i paharrueshëm, jo vetëm për ne që e jetuam, por edhe për publikun. Ju jam mirënjohëse për gjithçka. Shprehet Rozana.